që është Afrim Bunjaku. Heroj Afrim Bunjaku është vrarë në detyrë, familja e tij, se unë e përfaqësoj, don që kjo procedurë më kryu sa më shpejt, natyrisht. Unë insistoj që procedura me qenë sa më efikase dhe maksimalisht me ofru drejta të akuzuarve, që në fund mos me pas hapsin me ndonjë ankesë eventuale me rrëzua gjykimin. Unë vazhdimisht kom insistu, jepju një gjitha drejtat, për ndryshe nuk kanë ku ikin, provat janë pa kundërshtueshme në këtë fazë të akuzuarit prezumohen të pafajshëm, derisa së vërtetohet fajësia e tyre me aktgjykim të formës së prerë, pra dhe në shkallën e parë nëse dënohen, ata janë prapë pafajshëm derisa nuk e vërteton shkalla 2 dënimi. Por na syti kemi provat, po shihen janë të pakundërshtueshme, edhe spaku për këta tret unë nuk kam dilemë profesionale a mundën apo s'mundën mundet, nuk ta kanë më dënu sigurisht. Fakti që është veçuar procedura, nuk e rrezikon pra në çfarëdo forme që në të ardhmen të kërkohet, edhe nëse arrestohet dikush tjetër, pra duhet gjykohet veç. Fakti që është veçuar procedura, s'ka ndonjë të lashtë. Jo, në gjitha këto pretendimet e mbrojtës i kanë kalu filtrat e gjykatës, pra gjithë jemi kujdes që mi au plotësu maksimalisht të kërkesat e mbrojtjes, edhe të akuzuame, Kosova është shtet demokratik, edhe ne dojmë gjitha procedurat me shku në frymën e vendeve më demokratike në botë, por natyrisht në fund kur vjen koha e dënimit, unë do të insistoj që me qenë dënimi maksimal. Dhe desha t'ju pyes specifikisht për këtë. Dënimi maksimal çfarë kupton? Pra dënim me burgim preç. Dhe a mund të vërtetohen, pra se fakti këtu ka një kryeorganizator, është Milan Radojqiqi. Në ndërkohë janë edhe 44 të akuzuar të tjerë. 3 prej tyre janë të arrestuar. A mund të shpjegohet roli i tyre në detaje, avokat, në këtë ndërmarrje, le themi, agresion shtetëror serb në Kosovë, apo mund të ketë, le themi, hezitime ose mungesa në shpjegim të rolit të secilit? Shifenim, një gjykim i cili duhet heqet është si një organizëm i gjallë. Në ndërkohë paraqiten situata ndryshme, pra mundet në një prove re me dalë që ju shkon në favor të akuzuarve. Unë tash nuk më paragjyku në fund si do tjetë. Si është situata, tendencat edhe potenciali është i madh për këtë çka folëm, por në ndërkohë mundet me u zhvillu, për që jam pjesë e fajt, për që jam pjesë e grupit, aty nuk ka dilemë. Si shkon tash në fund, mbetëm ta shohim, natyrisht une me ngullëm do t'i mbroj drejtat e palëve dëmtuara, se ata kërkojnë satisfaksionin e vetë edhe shpirtëror e moral. Në fund i mbetet gjykatës me vendos për këtë çështje. Çështja është shumë serioze, ju e dini, sulmi ka ndodhur me 24 mars, ka filluar prej një javë pas mesnatës, jam vendos kamionat, barigadat, bomba, ka pas janë disa polis plagosur, është heroja Afrim Bunjaku i vrarë, kështu që duhet këtë rast gjithë ne me seriozitet me marë, edhe unë po insistoj sa ma shpejt me u përmbyll kjo në shkallën e parë, me u përfundu natyrisht duke ju respektuar gjitha drejtat akuzuarve. Pra pjesëmarrja në një grup të tillë terrorist mund të dënohet edhe me burgim preç. Natyrisht se mundët, mbetet me të gjykata me vërtetu, me pa cili është faji i secilit prej të akuzuarve, ndërsa tjertë, unë jam i bindun që gjithë këta të tjerat, herë do kur kanë mira në dorë drejtësisë kosovare. Kusht e ka Serbia me hyrë në Serbi, në Bashkimin Evropian me i dorëzu këta. Këta janë gjithë në listën e kuqe të Interpolit. Pra, dështi Serbia apo s'dështi dikur duhet me i dorëzu. Për mua është një fitore madhe drejtësisë tonë që këta 42 persona tjetë që nuk kanë drejtësia jonë, nuk ka qasit e ta, pra që janë largë duarve drejtësisë kosovare, asë njeri nuk bën jetë normale, asë njeri për tyre asë malzi nuk mundet me shku. Ata tash janë sigurt në kufit e brendshëm të Serbisë, por asë njeri më prej Serbisë nuk mundet me dalë kur. Derisa të përfundon, kjo çështje e përfundimi është do të mjë dërzu drejtësisë kosovare, e ata